Mirëpaqja me ju miq, ju ndjekës të këtij kanali dhe ju vëllezër dhe motra në Krishtin. Mesazhi inkurajues i kësaj dite vjen nga Ungjilli sipas Lukës, kapitulli 16 vargu 10, ku na thuhet: Kush është besnik në të vogla, është besnik edhe në të mëdhat. Pra shohim urtësinë e Biblës, ku Shkrimi i Shenjtë na tregon se besnikëria fillon nga gjërat e vogla dhe ato gjëra që janë të përditshme, që ndonjëherë na duken si të zakonshme. Zoti vlerëson veçanërisht besnikërinë tonë në detyrat e vogla, sepse janë pikërisht këto detyra të cilat na përgatisin rrugën për detyra më të mëdha. Thelbi i këtij mesazhi është që së pari, besnikëria në gjërat e vogla është pikërisht prova e përgatitjes dhe vullnetit të mirë për të bërë më shumë. Së dyti, kuptojmë që Perëndia lejon të na ndodhin edhe prova të vogla në jetë, për të na treguar dhe përgatitur shpirtërisht. Janë këto sprova ato që na tregojnë se si do të përshtatemi kur të na vinë edhe sprovat më të mëdha. Dhe mësojmë nga Shkrimi i Shenjtë që njeriu besnik në gjërat e vogla do të jetë besnik edhe në gjërat e mëdha. Është pikërisht ky një ligj hyjnor, që tregon kaq shumë të vërteta. Jo vetëm për ne besimtarët të dashur miq, po për çdo njeri. Nëse i marrim gjërat e vogla në këtë këndvështrim dhe i kryejmë ato sakt me përkushtim, janë pikërisht këto gjëra të vogla, këta hapa të vegjël, që do na përgatisin për hapat e mëdhenj në jetë. Dhe le ta shohim si mund të aplikojmë këtë të vërtet nga Shkrimi i Shenjtë, këtë urtësi pa mas në jetën e përditshme. Së pari, përqendrohu në detajet e vogla. Pra mos i neglizho detyrat e përditshme, sepse këto detyra kanë rëndësi të madhe para Zotit. Fjala e tij nuk gabon dhe këtë tregon, që ato janë të rëndësishme. Po siç janë të rëndësishme para Zotit, janë të rëndësishme edhe para njerëzve me të cilët ke të bësh. Thënë këtë, për shumë një sprovë e vogël është të mbash fjalën, që thotë të qëndrosh korrekt, të qëndrosh i sinqert, sepse asgjë, e përsëris, asgjë nuk kalon pa u vënë re nga të tjerët. Së dyti, Shkrimi na thotë që të bëjmë çdo gjë si për Zotin, pra jo vetëm për njerëzit. Kjo do të thotë që të punojmë me ndërgjegje të pastër dhe me gjithë zemër, edhe në gjërat më të vogla. Duke bërë kështu, ai njeri do jetë dritë për njerëzit, por edhe do të marrë shpërblimet e premtuara qiellore në kohën e dur. Së treti, Shkrimi na thotë përgatitu për më shumë. Pra teksa ecim në këtë proces me hapa të vegjël, me gjëra të vogla, me detaje, teksa mbajmë premtimet, mbajmë fjalën, sigurohemi që gjithçka të jetë në cilësi. Atëherë kjo na përgatit për gjëra më të mëdha në të ardhmen. Dhe pikërisht këshilla përgatitu për më shumë do të thotë që besnikëria në të vogla e përgatit njeriu për bekimet të mëdha. Por gjithnjë dhe këtu është ai ligji i kompensimit që edhe Zoti e parashtron në fjalën e tij, që bekimet e mëdha do të shoqërojnë gjithnjë edhe me përgjegjësi të mëdha. Dhe thënë të gjitha këto, miq të dashur dhe u ndjekës të këtij kanali, gjithmonë mos harrojmë që gjërat fillojnë nga dëshira, fillojnë nga vendimi, fillojnë pikërisht nga ky vendim për t'i bërë gjërat me besim, për t'i jetuar me besim. Dhe gjithmonë besimi kërkon dhe lutje, kërkon afrim me Perëndin, i cili e drejton të gjithë këtë proces. Ndaj, dhënë Zoti i Shenjtë i përjetshëm, Perëndia besnik që çdo premtim i tij të realizohet në jetën tuaj, në jetën tonë,
Le të ndihmojë ai që të jemi besnik në çdo detaj të vogël, sepse pas Zotit nuk bëjmë dot asgjë, këtë thot shkrimi i tij. Pra nëse Zoti ndihmon që çdo detaj i jetës tonë të ketë bekimin e tij, atëre asgjë nuk e ndal suksesin ton. Vetëm ai mund të na mësojë që ta shohim rëndësinë e besnikërisë son, edhe në gjërat më të vogla. Dhe ai, me fuqinë e tij, që mund të bëjmë më shumë se ç'ne mund të imagjinojmë, siç thot shkrimi, mund të na përgatisi edhe për më shumë, gjithmonë sipas dëshirës së tij. Lutemi për këtë në emër të Jezusit. Amen. Dhe mos harrojmë në fund një shprehje të Nën Terezës son të dashur, Agnes Gonxhe Bojaxhiut, shqiptares ndoshta më të famshme në botë, ku thot: jo të gjithë mund të bëjnë gjëra të mëdha, por ne mund të bëjmë gjëra të vogla me dashuri të madhe. Dhe me këto fjalë nga Nën Tereza, të frymëzuara patjetër nga shkrimi i shenjtë nga Bibla, ju uroj një ditë të mbar dhe bekimet e Zotit kudo.